Numri të vdekurve nga sulmet në Indi rritet në 31 sipas ushtrisë pakistaneze. Ushtria e Pakistanit sapo ka ndarë një numër të përditësuar të vdekurve pas sulmeve të Indisë gjatë natës. Një zëdhënës i ushtrisë tha se 31 persona janë vrarë dhe 57 janë plagosur. Numri më parshëm i viktimave ishte 26 persona dhe 46 plagosur. Kryeministri pakistanez deklaroi se India bëri gabim duke nisur sulme ndaj Pakistanit dhe thotë se ata duhet ta merren. Njoh mirë të dyja palët dhe duhet të gjejnë një zgjidhje, duhet që të ndalojnë. Shpresoj të ndalojnë tani, tha Trump në një deklaratë për gazetarët lidhur me situatën e rënduar mes dy vendeve. Ai shtoi se është i gatshëm të ndërmjetësojë nëse mund të ndihmojë në uljen e krizës, nëse ka diçka që mund të bëjë për të ndihmuar, jam këtu. Sipas të dhënave të fundit, të paktën 43 persona kanë humbur jetën si pasojë e përplasjes, 31 nga pala pakistaneze dhe 12 nga pala indiane. Shkak për shkallëzimin e fundit të konfliktit u bë një sulm i përgjithshëm me 22 prill në një zonë turistike në Pahalgam të Kashmirit indian, ku u vranë 26 persona. Askush nuk ka marrë përgjegjësi për sulmin, por rajoni është i njohur për aktivitetin e grupeve separatiste që kërkojnë pavarësi ose bashkim me Pakistanin. Ky i fundit kontrollon një pjesë më të vogël të Kashmirit dhe ashtu si India pretendon sovranitetin mbi të gjithë rajonin. New Delhi akuzon Islamabadin për mbështetje të grupeve militante, një gjë që autoritetet pakistaneze e mohojnë.